Rruga Koma në Shkodër prej shumë vitesh ndodhet në gjendje të amortizuar, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e banorëve. Situata bëhet edhe më problematike në ditët me reshjeshiu, pasi rruga mbulohet nga uji dhe bëhet pothuajse e pakalueshme. Banorët shprehin se kalimi në këtë rrugë bëhet çdo ditë më i vështirë. Kjo është i përshkruar, nuk kanë çka me deklaruar. Kjo është më mirë më thonë turpi i botës, prandaj tash në këtë kohë që pashtrohen nda rrugica qorre krejt, kjo rrugë Bajagel Viçma u turturume. Kjo është diçka normale që nuk është ndaj investim, më thonë nami i zi. Duhet më bëj kjo për këta familje këto, e për komunitetin edhe për turizmin. Çka kena me bëmë na kena folat fjalën tonë, varet se na marrin për bazë. Bëhet det bëhet e pakalueshme. E kanë bërë më keq se shikon shtru tubat e ujinave, ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve. Nuk i bjen mend për marrë me myll. Po tjetër që është e vështirë. Kjo në qinë e sa familje i do, që i lidhi ke rrugë, që i del atje të unaza për me i ka rusi edhe familjet këtena. Shqetësimi më i madh lidhet me fëmijët që shkojnë në shkollë. Prindërit thonë se detyrohen t'i dërgojnë fëmijët me çizme në shkollë për shkak të ujit dhe baltës që pushton rrugën. Me shtru, me na rregullu, është edhe shkolla këtu, po bëjnë takse që fëmijët me çizme në shkolla, marrë. Atë kam shku disa herë te rajoni vetë personalisht. S'kam qa me boj. I ke rrugë që nuk më duket në gjë, nuk është në investim që me thonë, duhet më maj ke rrugë, do t'ishte ke në bamën. Tu ka shtëpia gjithkohon 2 krah shtëpia sa dush. Banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për rehabilitimin e rrugës, duke shpresuar se problemi i kahershëm do të marrë një zgjidhje sa më shpejt.